Shumica e historive të dashurisë fillojnë kur themi pranoj. Ta mbaj dhe ta ruaj, ta dua dhe të kujdesem. Në të mirë dhe në të keq. Në kohë të mira dhe të këqija. Nuk ka rëndësi nëse historia është e panjohur apo jo e përsosur. Që nga ajo ditë e më pas, vazhdon historia juaj e dashurisë. Përpara Perëndis, Me Perëndin. për gjithë ditët e jetës suaj. Kam dëgjuar njerëz që kur takojnë ndonjë të panjohur thonë me vete, ky është njeriu me cilin do të martohem. Kjo gjë nuk ndodh shpesh, por nuk e mohoj se mund të ndodhë. Për shumicën prej nesh, tërheqja ndaj një njeriu tjetër ndodh me kalimin e kohës. Në fillim një konfirmim, pastaj një tjetër, dhe një ditë diçka ndizet dhe ju i thoni vetes, ky është i dukuri, dhe ditët tuaja të kërkimit marrin fund. Ekziston një lloj sigurie që vjen kur e kuptoni që keni gjetur njeriun me cilin doni të martoheni. Pastaj mund të kaloni përqendrimin tuaj nga reklamimi te provimi i sigurisë së ëmbël që jeni të dëshiruar nga dikush tjetër. Ne do të vazhdojmë me studimin tonë çfarë ka për të na thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin në mesazhin e sotëm të titulluar I smur nga dashuria dhe I shëndetshëm nga dashuria. Do të shohim se si Salomoni dhe Shulamitja I përgjigjen njëri tjetrit ndërsa po njihen në programin e sotëm të Moment Vendimtar. Kantiku I kantikëve ndahet në 3 pjesë: të ardhurit rrotull, dasma dhe martesa e Salomonit me Shulamiten. Në këtë fazë ne jemi ende te pjesa e të ardhurit rrotull, ndërsa po vazhdojmë studimin tonë. Në këtë pjesë të kantikut të kantikëve, sidomos modeli I shkrimeve të Salomonit, është ai I një dialogu. Salomoni flet I pari, dhe pastaj I përgjigjet Shulamitja, pastaj ai I përgjigjet Shulamites, dhe kështu vazhdojnë me njëri tjetrin dhe gjëja më e rëndësishme teksa lexojmë librin është që të gjurmojmë se kush po flet dhe çfarë. Çdo bashkëveprim, ndërsa ecim në pjesën e të ardhurit rrotull, bëhet pak më intim se sa I mëparshmi. Dhe na kujton se këto janë fjalë për çiftet e fejuara, dhe ne mësojmë se komunikimi përbëhet nga fjalë të hirshme dhe të dashura, duke ndërtuar marrëdhënie të forta dhe me dashuri. Dhe si Salomoni, ashtu edhe Shulamitja e kuptojnë rëndësinë që kanë fjalët dhe e vazhdojnë garën e tyre. Të vetmen garë që e aprovoj në një martesë është gara për të zbuluar se kush mund të lavdërojë dhe të komplimentojë më shumë njëri tjetrin. E fillojmë në vargun 15 me këto shkëmbime ndaj njëri tjetrit, duke nisur me admirimin që I bën Salomoni sensualitetit të syve të saj. Vini re që thot në vargun 15: Ti je e bukur, mikja ime, ja je e bukur, sytë tu janë si ato të pëllumbeshave. Tani edhe njerë Salomoni e quan Shulamiten mikja ime. Disa përkthime të tjera e shprehin kështu: sa e bukurie e dashura ime. Ai e përsëri 2 herë fjalën e bukur dhe përdor një fjalë që nënkupton një bukuri që shtrihet përtej tërheqjes fizike. Dhe Salomoni e admiron sensualitetin e syve të Shulamites. Ai thot asaj se është e bukur, kurse tani po I thot atij se është I pashëm. Vini re vargun 16. Sa I bukur je I dashuri im, madje dhe I dashurueshëm. Ai përqendrohet te sytë e saj, kurse ajo te hieshia e tij. Fjalët e tij për të në vargun 15 tregojnë se ai e di nevojën e saj për tu afirmuar dhe pasi ai e përmbush këtë nevojë me fjalët e tij, ajo e do shumë për këtë. Fjalët tona janë shumë më jetësore për jetën tonë të dashurisë. Ai afirmon sensualitetin e syve të saj dhe ajo admiron ndjeshmërinë e hijeshisë së tij. Vini re që ajo admiron sigurinë e shtëpisë së tyre dhe këtu ndodh vërtet diçka interesante. Krejt papritur, për emrat fillojnë të ndryshojnë. Deri në këtë kohë kemi unë dhe ajo, por tani për emri bëhet yn. Vini re vargun 16, për më tepër shtrati yn është blerosh. Trarat e shtëpive tona janë prej cedri dhe tavanet tona prej qiparisi. Deri në këtë çast ajo ishte referuar atij, kurse tani ajo I referohet të dyve. Unë kam ndjesinë se në shumicën e marrëdhënieve
Ky është një çast i rëndësishëm kur ne fillojmë të themi ne, e jona dhe tonat dhe ndalojmë të thoni unë, ti dhe mua. Është një çast që është vendimtar në një marrëdhënie kur ne fillojmë të mendojmë për jetën, jo të ndarë, por fillojmë të mendojmë për jetën së bashku. Dhe Shulamitja tani është aty, në vendin ku mbretëron Salomoni, ai është mbreti i Izraelit. Dhe ajo e lavdëron Salomonin për përgatitjet shumë të kujdesshme që ai ka bërë për shtëpinë e tyre. Dhe ajo fillon duke thënë, shtrati ynë është i gjelbër. Dhe sigurisht këtu nuk është shtrati që përmendet në kapitullin e 3, që është shtrati i intimitetit seksual, por bëhet fjalë për shtratin si mobilje e shtëpisë. Ky është një vend bukurie, një mobilje stolisur me shumë stil, mbase më mirë përkthehet nga fjala divan. Ajo po i bën komplimente Salomonit që siguroi mobilimin për shtëpinë e tyre të re. Ai e ndërtoi këtë dhomë që është e mbushur me dru nga vendi i saj lindjes. Sigurisht Salomoni e di për udhëtimin e pabesueshëm që po bën kjo vajzë. Mendojeni edhe njëherë për vetëm një çast. Këtu kemi njeriun më të fuqishëm të botës në atë kohë, mbretin e Izraelit. Nuk ishte pasur kur më parë të tjerë si ai, dhe Bibla thotë se nuk ka as pas tij. Ai ishte njeriu më i pasur që ka jetuar ndonjëherë. Ai ishte njeriu më i mençur që ka jetuar ndonjëherë. Dhe kemi edhe Shulamitën. Ku e gjeti ai atë? Në vreshtat e Libanit, kur udhtoi për të parë një nga pronat e tij, ai e pa këtë grua që ishte rritur në vreshta. Dhe kujtoni se në kapitullin e parë ajo ishte shumë e ndërgjegjshme për këtë kur thotë, unë jam e zezë por e bukur. Ajo ishte nxirr nga dielli në vreshta. Ajo ishte shumë ndryshe nga të gjitha gratë me lëkurë të bardhë të pallatit. Dhe tani Salomoni ka rënë dashuri me të dhe ai kërkon ta marrë aty, ku është edhe ai dhe mund t'ju them që është një udhëtim i gjatë që nga vreshtat e Libanit deri te pallati i Salomonit. Dhe unë besoj se Salomoni bën gjithçka për ta bërë këtë udhëtim sa më të rehatshëm dhe të lehtë për gruan e tij të ardhshme. Ai admiron sensualitetin e syve të saj, pastaj admiron ndjeshmërinë e hijeshisë së tij, më pas ajo admiron sigurinë e shtëpisë së tyre. Tani dëgjoni pak. Ai admiron fuqinë e shpirtit të saj. Në vargun e parë të kapitullit të 2, ne dëgjojmë Shulamitën të thotë se unë jam trëndafili i Sharonit, zambaku i luginave. Unë jam trëndafili i Sharonit, zambaku i luginave. Siguria e Shulamites në marrëdhënien me Salomonin, besimi te dashuria e tij për të dhe te aftësia e tij për të kujdesur për të, ka krijuar një ndjesi të re sigurie në zemrën e saj, një ndjesi vetbesimi. Fjalët e saj nuk janë arrogante, por janë pranimi i pozitës në të cilën e ka ngritur Salomoni atë. Në të vërtetë ky është një paragraf admirimi reciprok. Për Shulamiten në veçanti, kjo është shumë e rëndësishme. Udhëtimi i saj për në pallatin e mbretit është shoqëruar nga shumë dyshime. Vetëvlerësimi i saj ka qenë paksa i dyzuar dhe Salomoni, i dashur i saj, e ka ndjerë këtë dhe me fjalët e tij ai e ka lartësuar shpirtin e saj, kurse me veprat e tij i ka dhënë asaj një vend rehatie dhe sigurie. Përgatitjet për admirim reciprok. Përgatitjet e tij fillojnë të ecin përpara. Po fillojmë të futemi te pjesa emocionuese e kësaj historie dashurie dhe që nga ky çast bëhet gjithnjë e më e bukur dhe unë dua që ta dini këtë. Vim tek kënaqësia e afirmimit reciprok në vargjet 2 dhe 3 të kapitullit të 2. Salomoni e fillon duke konfirmuar përkushtimin e tij ndaj saj. Në përgjigje të asaj që ajo ka thënë tashmë, ai thotë: si një zambak midis gjembave, ashtu është mikesha ime midis vajzave. Shulamitja thot, unë jam zambaku i luginave, kurse Salomoni thot, dëgjoj vajz, ti je më shumë se kaq. Ti je një zambak midis gjembave. Ti mund të jesh një lule egër, por je lulja ime egër dhe i bën të gjitha lulet e tjera të duken si gjemba. Burra, po mësoni ndonjë gjë deri tani, apo mbani shënime, apo më kuptoni se si mund të jeni më kreativ në ato që thoni? Nuk ju sugjeroj që të përdorni këtë, por mbase mësoni diçka prej kësaj. Tani Shulamitja është e vetmja grua në jetën e Salomonit. Ajo është dashuria e tij e vetme. Ai e ka shprehur dashurinë që ka për të me fjalët e tij dhe me vendosmërinë për të krijuar një vend të sigurt në jetën e saj. Ajo është e veçantë mes gjithë të tjerave. Dhe Salomoni po i thot Shulamites se ai është burri i një gruaje të vetme.
duke konfirmuar përkushtimin e tij ndaj saj. Tani, ajo do të afirmoj kënaqësinë e saj në të, ja ku fillojnë përsëri ai flet dhe pastaj ajo ja kthen. Vargu 3. Si një moll midis pemëve të pyllit, kështu është i dashuri im midis të rinjve. Kam dëshiruar shumë të ri në hijen e tij dhe aty jam ulur. Një nga tiparet interesante të këtij libri është vendi i rëndësishëm që zën fjalët që thot Shulamitja. Te Kantiku i Kantikëve kemi 117 vargje dhe 55 prej tyre vijnë direkt nga goja e saj. 19 vargje të tjera me siguri i përkushtohen asaj. Dhe pastaj shumë vargje të tjera janë vargje të një grupi grash që janë në pallat. Prandaj, çfarëdo që thoni për Kantikun e Kantikëve, si për çdo poezi dashurie nga bota e lashtë, gruaja është ajo që flet më shumë. Disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë, apo jo? Dikush ka vëzhguar se gruaja është ajo që thot fjalën e fundit në çdo debat. Çdo gjë që thot burri pas kësaj është fillimi i një debati të ri. Prandaj, mos u habisni nëse e lexoni këtë libër dhe mësoni se Shulamitja flet më shumë se Salomoni. Prandaj, mos u tregoni shumë të ashpër me Salomonin, po ja del shumë mirë, apo jo? Ai nuk po flet shumë, por po i zgjedh me kujdes fjalët e tij dhe po e strukturon shprehjen e tij të dashurisë për këtë grua me mendime shumë të kujdesshme dhe me fjalë kreative. Si Salomoni, ashtu dhe Shulamitja ja përkushtojnë fjalët e tyre kumtimit se sa special dhe të veçante konsiderojnë njëri tjetrin. Ajo është një zëmbak mes gjembave, ai është një pemë molle në mes të pyllit. Dhe për Shulamiten, Salomoni është një pemë e veçantë në një pyll të zakonshëm. Dhe ajo thotë se është aq e përkushtuar ndaj tij, saqë u ul nën këtë pemë. Ajo është plotësisht e qetësuar në praninë e tij. Ajo është në paqe me të dhe gjen kënaqësinë në të. Përpara se të vazhdojmë, më lejoni të qëndroj pak për të theksuar rëndësinë e gjithë kësaj. Burra dhe gra, sot po jetojmë në një kohë të veçantë kulturore, ku duket se krahasimi është sporti i preferuar i kohës, kudo që ne do të shkojmë. Ne krahasohemi me njëri tjetrin për punët tona, për veshjet tona, për sukseset tona, për famën tonë, në kishat tona, për pjesëmarrjen, për buxhetin, për librat, në të gjitha gjërat që bëjmë, në çfarëdo cikli që e gjejmë veten. Në veçanti, kjo është e vërtet për martesën. Ekziston mundësia për krahasime dhe xhelozi. Këtu kemi dy të dashuruar, të cilët po përpiqen të sigurohen që tjetri ta di se ata janë të veçuar nga gjithë të tjerët. Më shkon mendja te fraza martesë e shenjtë, ku fjala e shenjtë ka kuptimin veçuar. Në tabernakullin e dhjatës së vjetër dhe në tempull, pajisjet e adhurimit konsideroheshin të shenjta. Pse? Ato ishin veçuar që të përdoreshin vetëm me qëllimin për të adhuruar Perëndinë e plotfuqishëm. Dhe kur Perëndia thotë se martesa është një lidhje e shenjtë, së pari ajo që po thotë është se kjo martesë është veçuar për Perëndinë, që nuk është thjesht diçka njerëzore, por është diçka e Perëndisë që ne jemi veçuar për Perëndinë. Por le ta mendojmë për një çast. Martesa e shenjtë do të thotë që ne jemi veçuar edhe për njëri tjetrin, që i përkasim ekskluzivisht dhe në veçanti njëri tjetrit. Martesa e shenjtë do të thotë që unë jam i shenjtë për bashkëshorten time dhe ajo është e shenjtë për mua, që ajo është e veçuar për mua dhe unë jam veçuar për të dhe të dy së bashku jemi veçuar për Perëndinë. Dhe një nga gjërat më të mëdha që mund të bëjmë në martesë është që të sigurohemi se partneri që na ka dhënë Perëndia ta di se secili prej jush e ka veçuar veten e tij për të dhe nuk ka asnjë person tjetër në këtë rreth dhe ai zë vendin e veçantë që duhet të zërë një njeri i martuar në mënyrë që martesa të ketë sukses afatgjatë. Prandaj mos e keq kuptoni rëndësinë e asaj që po ndodh këtu. Ata po e përgatisin njëri tjetrin duke i bërë të ditur për përkushtimin e tyre teksa shkojnë drejt martesës. Folën për përgatitjet për admirim reciprok dhe kënaqësinë e afirmimit reciprok dhe së fundmi pasioni të rreqjes reciproke. Dhe në këto vargjet e fundit ne shohim se ky intimitet po bëhet gjithnjë e më i thellë në bisedën e tyre.
Ambienti i dashurisë, së pari në vargun 4. Shulamitja thot, Salomoni më çoi në shtëpinë e banketit. Si do ta ndihmoj Salomoni atë të kuptojë se kjo nuk është thjesht një lojë, por ai e ka seriozisht me të? Ajo thot, ja se çfarë bën ai. Ai më çoi në ballon e madhe, ai më çoi te banketi. Ai më çoi në një dhomë të mbushur me miqtë e tij mbretëror. Ai më prezantoi me familjen mbretërore. Ai nuk kishte turp që t'i tregonte të gjithë botës se po dilte me Shulamiten. Dhe me qira fjala, nëse nuk jeni shumë krenar për atë me cilin po dilni apo po shoqëroheni, dhe nuk doni që atë të takojnë ata që ju njohin, atëre bëni mirë t'i bëni vetes disa pyetje të vështira. Salomoni ishte kaq krenar për Shulamiten sa donte që atë të takonin të gjithë. E përfituroni se çfarë do të thoshte për të? Ambienti i dashurisë. Tani vini re sigurinë e dashurisë. Ata futen në hollin e banketit dhe ajo shkruan, dhe flamuri i tij mbi mua është dashuria. Ajo po i referohet pranisë së qëndrueshme të Salomonit në jetën e saj, dhe ishte vendi ku ajo u ndihej e sigurt. Edhe pse ajo vinte nga fshati dhe nuk ishte në ambientin e saj natyror, Salomoni e bëri atë të ndihej e sigurt në hollin e banketit të mbretit. Kjo frazë na tregon për dashurinë mbrojtëse të dashurit saj. Ambienti i dashurisë, siguria e dashurisë, kënaqësia e dashurisë. Tani le të shohim vargun 5 dhe 6, po fillon të bëhet më ngrohtë. Më mbani me pitë rrushi, më përtëritni me mollë, sepse unë vuaj nga dashuria. Dore ti e majtë është poshtë kokës sime, dore ti e djathtë më përqafon. Vetë mendimi i të qenit me Salomonin e bën Shulamiten t'i bjerë të fikët. Ja ku ndodhet në hollin e banketit, ja ku ndodhet në vendin që Salomoni e krijoi për të, por ajo nuk mund të mos mendojë se nga ka ardhur. Unë jam vetëm një vajzë thjesht fshati. Tani jam në pallat, jam me mbretin Salomon, njeriu më të fuqishëm në të gjithë botën, dhe ai më do, dhe ajo fillon të zaliset. Fillon të ndjej gjendje të fikti. Thot jam e smur nga dashuria. Kam nevojë të ha pak mollë dhe pak rrush, a mund më siguroni, ju lutem? Mirësi, kjo vajzë ka marrë fund për të. Duhet të them, a nuk jeni të gëzuar që po lexoni Biblën dhe pas një shprehje një smur nga dashuria, nuk është diçka fantastike ta gjesh këtë në Bibël? A keni takuar ndonjëherë dikë që ka qenë në këtë pikë të veçantë në marrëdhënien e dashurisë që ai ka, dhe sidomos për vajzat e reja kur dhe ndonjëherë themi se ajo është çatrafillosur, çfarë do kuptimi që të ketë? Ajo ka marrë fund. E kupton që ka një shikim të largët në sytë e saj, në fytyrën e saj. Këtë kuptim ka edhe këtu. Ajo fillon të kuptojë se çfarë po ndodh, dhe Bibla thotë se Salomoni e përqafoi dhe e mbajti atë. Ambienti i dashurisë, siguria e dashurisë dhe kënaqësia e dashurisë dhe së fundmi. Këtu në këtë pjesë kemi një lloj përfundimi interesant të situatës, shenjtëria e dashurisë. Ajo ndodhet në mes të kësaj dhe po ndjen emocionet e dashurisë për Salomonin. Ajo kthehet nga të gjitha shoqet e saj dhe u thot atyre për gazelat dhe sutat fushave, mos e ngacmoni dhe mos e zgjoni dashurinë time derisa kështu t'i pëlqej. Teksa Shulamiti e merr veten nga të fiktit për shkak të dashurisë, ajo u drejtohet mikeshave të saj me një paralajmërim, duke përdorur si ilustrim gazelat dhe sutat në përfusha. Ajo i këshillon shoqet e saj që të mos e trazojnë dashurinë derisa të vijë koha e dur. Ajo po jep një paralajmërim që duhet të dëgjohet edhe sot. Shulamitja është e fejuar dhe do të martohet, dhe ajo po u thot mikeshave të saj se dëshira seksuale është shumë e fortë dhe nuk duhet të zgjohet derisa të vijë koha e duhur. A mund t'ju sugjeroj se Bibla është shumë e nevojshme që të lexohet në kulturën tonë të sotme? Ka disa pjesë të shprehjes dhe intimitetit të dashurisë që nuk i përkasin kohës kur del me dikë. Libri i Kantikut të Kantikëve është si një lloj panorame e madhe e martesës në shumë mënyra. Lexojeni këtë libër dhe do të zbuloni, dhe kjo mund zgënjej disa prej jush, edhe pse kemi disa pasazhe vërtet shumë intime për intimitetin seksual. Pjesa dërmuese e këtij libri flet kryesisht për bisedat që bëhen mes një çifti. Dhe është shumë interesante sepse shpesh të rinj martohen dhe mendojnë se martesa do të jetë vetëm një takim i gjatë seksual, që nga çasti kur ata thonë pranoj, derisa shkojnë të moshuar në dyert me margaritar të parajsës.
por pastaj martohen dhe zbulojnë se edhe pse është e mrekullueshme, çdo gjë që Perëndia ka për qëllim për dy njerëz që janë përkushtuar njëri tjetrit, në të vërtetë kjo është vetëm një pjesë e vogël e marrëdhënies së martesës. Marrëdhënia martesore ka të bëjë me bisedat, me bashkimin, me marrëdhënien, me të qenit një dhe të ndjerit të sigurt me njëri tjetrin, dhe libri i Salomonit na i mëson të gjitha këto. Kur ne futemi në martesë me pritshmëritë e duhura, ne nuk do të zhgënjemi, ne do të ngrihemi lart dhe do të mbushemi me kënaqësi për shkak të planit të mrekullueshëm të Perëndisë. Dhe Shulamitja, duke ditur se ku është në këtë marrëdhënie, i paralajmëron shoqet e saj: mos shkoni aty ku jam unë, nëse nuk jeni me njeriu në duhur, në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Dhe miq, ju sugjeroj se këtë nuk do ta dëgjoni të thuhet në shumë kisha, por në Bibël nuk kemi asnjë provë që Perëndia e aprovon seksin para martese. Perëndia e ndalon. Në fakt, nuk mund të gjejmë asnjë provë që është i pranueshëm për Perëndin. Përsërish, shikoni se çfarë ndodh nëpër filma dhe telenovela. Në mënyrë rutinë, shohim njerëz të cilët takohen në një bar ose restorant dhe me njërë në skenën që vijon më pas, ata janë në shtrat bashk. Ata e nisin fizikisht për të pasur një marrëdhënie që duhet të jetë intime, por nuk mund të jetë intime sepse intimiteti nuk është vetëm fizik, por ta njohësh njëri tjetrin. Dhe për këtë arsye termi në Bibël për intimitetin seksual ka kuptimin ta njohësh. Prandaj në kishat tona sot në vështirë se themi ndonjë gjë për këtë. Ne i shohim të rinj tanë që të marrin këtë rrugë që u premton kaq shumë, por që në fund nuk i jep asgjë tjetër veç dhimbje, pikëllim dhe vuajtje. Dhe prandaj sot dua t'ju them se Bibla thot se seksi është i rezervuar për një burr dhe bashkëshorten e tij në sigurinë dhe shenjtërinë e martesës. Dhe ajo që Shulamitja po na thot është kjo: nëse nuk po përgatiteni për të martuar, ruajini emocionet tuaja sepse dëshira seksuale është një emocion i fortë. Dhe gjithmonë më pëlqen të ndaloj në një çast të tillë kur e di që kam vëmendjen e të gjithëve. Dhe t'ju them të gjithëve ju, disa erdhën sot dhe po mendojnë, nuk kisha nevojë për këtë. Pastori Jeremia e kam katranosur tashmë. Tashmë e kam bërë atë që po thua. E po kam një lajm të mirë për ju. Perëndia do t'ju fal. Dhe mbi çdo gjë tjetër, ai do që ju ta dini kënaqësinë e asaj për cilën po flas. Dhe më dëgjoni pak. Mund të vendosni një kufi dhe të thoni: në të shkuarën nuk kam vepruar siç duhet. Perëndi i plot fuqishëm, më fal për atë që kam bërë, dhe ripërtëri një zemër të pastër në mua dhe një mundësi të re për të ecur me ty. Dhe me anë të hirit tënd, unë do të ec me ty që nga ky çast. Perëndia do ta nderojë këtë. Ja se çfarë nuk do doni të bënit. Të vini në një shërbes si kjo, të dëgjoni atë që po them dhe të thoni: e po tashmë e kam katranosur, më mirë po vazhdoj dhe po jetoj kështu pjesën tjetër të jetës. Ky është armiku që po ju flet. Armiku kërkon që të marrë të shkuarën tuaj, t'ju mbështjellë në të dhe t'ju pengojë që të njihni gëzimin që Perëndia ka për ju. Prandaj në këtë kishë ne kemi një slogan të shkurtër: kur djalli kërkon t'ju tregojë të shkuarën tuaj, ju tregojini për të ardhmen e tij dhe biseda do të mbyllet me kaq. Amen. Vetëm kaq duhet bëni. Dhe mos harroni që Perëndia është një Perëndi që fal. Dhe mund mos e ktheni dot më virgjërinë tuaj fizike, por ekziston edhe virgjëria shpirtërore. Perëndia do t'ju fal dhe do t'ju jap një zemër të pastër dhe mund vazhdoni kështu që nga ky çast. Po ju them diçka që ndodh në kishën tonë. Në mënyrë periodike na vijnë njerëz që duan të martohen. Dhe ndërsa fillojmë të flasim me ta dhe t'i këshillojmë, gjatë këtij procesi zbulojmë se kanë të njëjtën adresë dhe që po jetojnë bashkë. Tani ne nuk i dënojmë dhe nuk u themi të mos kthehen më, por ja se çfarë u themi: ajo që po bëni është e gabuar. Dhe nuk ka për ta ndihmuar martesën tuaj. Nëse doni që t'ju martojmë këtu, ja se çfarë duhet bëni: largoni nga njëri tjetri. Kaloni një periudhë pa intimitet fizik me njëri tjetrin. Nderojeni Zotin, mund thoni kjo është e vështirë, e po bëjeni. Dhe pastaj ktheuni sërish te ne dhe ne do t'ju ndihmojmë t'ia filloni. Këtë po na thot ajo. Ajo po na paralajmëron, e përfituroni dot që nga koha e dhjatës së vjetër. Ajo po na thot diçka që është kaq e fuqishme edhe për ne sot. Si mund mos arrim ta kuptojmë që kjo është fjala e Perëndis, fjala e tij e mrekullueshme, që i flet çdo brezi, pavarësisht se çfarë është duke ndodhur. Ky është një libër i pa kohë. Dhe Perëndia na e ka dhënë si një dhuratë. Pra ajo që po mësojmë është se ky çift është lidhur. Ata po mësojnë për njëri tjetrin, ata po fillojnë të ndihen të sigurt në praninë e njëri tjetrit. Ata po ecin në shtegun drejt martesës së tyre.
Po ju them edhe disa zbatime dhe do ta mbyllim. Së pari kujtoni prioritetin e bisedës. Nëse i lexojmë sërish këto vargje, do të zbulojmë diçka nëse marrim kohë për t'i vëzhguar. Në këto 24 vargje që kemi studiuar deri tani kemi 18 komplimente të ndryshme. Pra kjo nuk ka të bëjë vetëm me bisedat, por edhe me komplimentet. Prioriteti i bisedës, fuqia e komplimenteve, por gjithashtu ka të bëjë edhe me qëllimin e të ardhurit rrotull. Është e pamundur që të mos e vëmë re rritjen e intensitetit në marrëdhënien me Salomonit dhe Shulamites. Dhe kështu duhet të jetë. Kjo është historia e dashurisë në Kantikun e Kantikëve, dhe gati është historia më e mirë e dashurisë që kam dëgjuar. Vetëm një është më e mirë. Perëndia i plot fuqishëm na don ne dhe na vlerëson ne. Dhe këtë e tregoi me birin e tij të vetëm lindur, duke dhënë birin e tij për këtë botë, që të na tregojë se sa të çmuar jemi ne për të. E përfityroni dot Perëndinë në qiell, duke e parë birin e tij Jezus Krishtin dhe të thotë: unë i dua ata aq shumë sa më duhet të t'i jap ty për të paguar çmimin e shpengimit të tyre. Dhe ai e bëri këtë. Ai e bëri, dhe unë duhet ju them diçka, kur mendoj për këtë, ndihem shumë me vlerë. Unë jam i çmuar për Perëndin, ai më do, ai beson në mua, dhe ai ju do edhe beson në ju, po ashtu. Dhe nëse nuk e keni pranuar demonstrimin e tij të dashurisë dhe të vlerës, nëse nuk e keni hapur kurrë zemrën për të pranuar birin e tij Jezus Krishtin, kjo histori dashurie është fantastike, por nuk mund të krahasohet me historinë e tij të dashurisë. Ai ju do dhe ju ofron jetën e përjetshme, që mund ta merrni me besim përmes lutjes, thjesht duke i kërkuar Krishtit të jetojë në zemrën tuaj, që t'ju falë për mëkatet, dhe ai ka për ta bërë sot. Burra është dhurata më e madhe që mund t'i bëni gruas suaj, gra është gjëja më e madhe që mund t'i bëni burrit tuaj. Ti jeni një në Krishtin, ta njihni atë në zemrën tuaj, dhe të mbështeteni në forcën që Krishti do të sjellë në marrëdhënien tuaj. Po ju them se ai di gjithçka për dashurinë, ai është autori i saj. Ai e shpiku atë. Dhe ai më shumë se kushdo tjetër mund t'ju ndihmojë të keni forcën që ju duhet në martesën tuaj sot. Shpresojmë që t'ju kemi inkurajuar me mesazhin e sotëm nga seria ime, çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin. Mbase na keni ndjekur dhe doni të dini më shumë për Biblën, për Perëndin, dhe se si mund të keni një marrëdhënie personale me të. Kjo marrëdhënie mund të fillojë që sot, nëse do të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni te Krishti si Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e bëni këtë, Perëndia ju premton që do t'ju bëjë një krijesë të re, që do t'ju birësojë si fëmijën e tij dhe do t'ju drejtojë gjithë ditët e jetës suaj. Ndërsa e ndërmerrni këtë hap besimi sot, dua që t'ju inkurajoj që të lidheni me një kishë të zonës ose me ndonjë shërbes të besueshme dhe t'i tregoni dikujt që mund t'ju ndihmojë të rriteni në besimin tuaj të sapogjetur. Deri atëherë, Zoti ju bekoft dhe shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.